se kemi detyrim, si për shqiptarët dhe për demokratët, që na kanë besuar dhe pa diskutim na kanë suportuar në rrugtimin tonë. Ne kemi folur të vërtetën, kemi thënë një problem real që e artikuluam unë për një viti dhe zoti Saliani gjithashtu dhe protestuesit një problem kanë. Rama në burg, Berisha në burg. Ne kërkojmë largimin e qeverisë për arrogancën, për korrupsionin, për shëndetësinë, për arsimin, për ligjin, për vija 10, ama në të njëjtën anë kërkojmë dhe dorëheqjen e atij që ka marrë peng demokracinë. Sepse Rama nuk është i fortë, por është i fortë sepse ka Saliun kryetar të Partisë Demokratike. Kjo aty i bëron forca e tij më madhe. Se në shokë se Berisha do të dorëheqen dhe do ishte dakord si sot ai me protestën dhe me protestuesit, do ishte vetëm një kërkesë vetëm në atë shesh. Rama e për dorëheqjen. Nuk do ishte Rama në burg, Berisha në burg. Por Berisha gjithmonë e ndihmon ortakun e tij dhe pa diskutim do të jetë gjithjetën kryetari i opozitës dhe do ta marrë Partinë Demokratike me vete. Vetëm një koment për mbrojtjen e Këshillit Kombëtar që ka patur Partia Demokratike. Ka patur ndonjë tjetër përveç asaj që ne kemi parë me dyert të mbyllura apo jo? Ka pasur një situatë të tensionuar, ka pasur shumë antar të Këshillit Kombëtar që kanë dashur të dinë kandidaturat përpara, por pa diskutim që kryetari është pronari i një partie të falimentuar dhe pa diskutim kur shpallet falimenti do t'i bësh gjërat si çdo vetë dhe rasti Berishës në këtë rast. Ndërkohë pjesa e nëngratës, në informacion që ti ke dhe që flitet brenda PD-s, është hequr apo jo? Është e vërtet si informacion ajo? Tani, unë nuk dua t'i fare pjesës nëngratës Sali Berishës, pasi për mua Sali Berisha është kufon politike. Sot Sali Berisha nuk frymëzon, sot të gjithë shqiptarët dhe ju e dini që me Sali Berishën nuk ka asnjë shans që Partia Demokratike të fitojë. Për mua kjo ka rëndësi. Çfarë mendon populli shqiptar për kreun e opozitës? Dhe populli shqiptar mendon që ai duhet të jetë në burg. Kjo është thirrja e shumë qytetarëve, e protestuesve, cilët janë të lodhur nga klasa vjetër politike dhe kërkojnë një Shqipëri të re. Nuk mund të ketë Shqipëri të re me Sali Berishën dhe nuk mund të ketë rinovim Shqipëria me Sali Berishën. Pasi Sali Berisha është i paaftë të rinovoj familjen e vet politike, partinë e vet, jo më të rinovoj Shqipërinë. I paaftë apo nuk do? Mendoj që është i paaftë për ta rinovuar. Nuk ka fuqi për ta rinovuar. Qofse do më pyesje, qofse do kishte një tjetër mosh, doktor Berisha, mund thoja që nuk do. Por tani është i paaftë. Sepse tani ka humbur aftësinë politike. Tani ai e ka jo vetëm humbur aftësinë politike, por ai ka frikën e mendimit ndryshe. E çunave djemve të rinj që janë Partinë Demokratike, që mund të kenë ambicia, qoftë edhe për të zënë vendin Sali Berishës. Dhe atij i duhen me patjetër të mbajt paaftët, humbsat serial dhe besnikët e tij që nuk e cënojnë atë. Prandaj, nuk kur të them e rëndësishme është berishizmi dhe jo mulizimi në Partinë Demokratike. Muli është thjesht shërbëtori, besnik i tij dhe kaq. Asgjë në Partinë Demokratike, dhe këtu i drejtojmë gjithë edhe atyre që akuzojnë Muli nuk bëhet pa firmosur Sali Berisha. Çdo gjë kalon tek Berisha, tek familja Berisha dhe te berishizmi. Sa të tjerët janë thjesht numra. Elisa, ti ke patur edhe kritika që kritikon vetëm Partinë Demokratike, por në kohë ke bërë në rrjetet tua sociale, kam ndjekur më shumë vëmendje, kemi publikuar edhe ne në Albania Newscast që ke bërë denoncim dhe ndaj Partisë Socialiste, ndaj një deputete të saj. Po dhe ajo i duket si deputeti atyre këtyre të PD-s dhe e quajnë deputet. E themi pak për çfarë bëhet fjalë? Për Auluma Byklyrbashën. Deputete PS-s në Elbasan. Deputete PS-s e cila ka qenë kryetare e Bashkisë Elbasanit, për sa vite? Për shumë vite ka qenë kryetare e Bashkisë Elbasanit derisa mori mandatin e deputetes. Zonja Byklybashi ka firmosur tendera në të cilët pretendohet që ka pasur parregullsi dhe në 2024 BKH-ja dhe SPAK-u i kanë sekuestruar celularin zonjës Byklybashi. Muam habit dhe
se si e ka arogancën të shuar protestuesit inkriminuar, kjo ka qenë arsyeja pse unë i bëra videon, por mbi të gjitha më habit që kjo zonjë është pronare 11 shtëpive, kur sot një çift i ri këtu me 11 apartamente pasuri, kur sot një çift i ri nuk arrin dot blej një apartament, dhe të gjitha këto sipas zonjës Bykllybashi janë të deklaruara nga paga që kjo ka marrë. Dhe paga që ka marrë mund të ketë qenë 700-900, se tani janë rritë rrogat mos gaboj. Edhe 1 milion e 200 vjetra ta ketë më pa mundur për një vjet apartament. I ka dhe pa diskutim, unë thash një të vërtetë ka videoja, pastaj kam prekur tematikat cilët më kanë kërkuar qytetarët e Elbasanit dhe nga irritimi dhe nga arroganca që zonja Bykllybashi ka pasur, sidomos me protestuesit e qarkut të Elbasanit që kanë qenë shesh për të kërkuar drejtat e tyre nga arroganca e pushtetit. Shikoj shumë që në diskutimet e tua zona është në Elbasan. Ti je nga Elbasani, kjo nuk diskutohet, por më shumë në qytetin. Ka Alesia Balliu ndonjë ambicie për Elbasanin politike, flas bashkiaket janë ndërkohë jo shumë larg, por edhe pjesë për të angazhuar politikisht në këtë qytet. Për sa kohë jam pjesë aktive e politikës, pa diskutim që ambicia më bashkëshoqëron gjithë kohën. Çdo moment në mua, do ishte hipokrite të thoja që nuk kam ambicie politike, unë ambicie politike kam dhe pa diskutim që do jem me një projekt time shumë shpejt në politikë. Alesia Balliu është përsëri në PD, nuk ka ikur nga PD-ja apo jo? Alesia Balliu është demokrate, është opozitare. Alesia Balliu ka dalë kundër Sali Berishës dhe berishizmit. Dhe kundra këtij fenomeni do vazhdoj të luftoj, dhe këtë luftë nuk e bëj vetëm për demokratët, por e bëj për gjithë shqiptarët, pasi sot pengmarrësi i demokracisë në Shqipëri ka vetëm një emër dhe është Sali Berisha. Dhe këtu ai është shumë negativ, jo vetëm me partinë e vet, po me gjithë shqiptarët, pasi ai po pengon zgjedhjet e lira dhe të ndershme, po pengon alternativën reale për një të djathtë konservatore, po pengon mundësinë që demokratët kanë të vinë nesër pas nesër në pushtet. Çdo ditë që Sali Berisha mban peng opozitën, çdo ditë më shumë Rama forcohet dhe është i sigurt në pushtetin e tij. Një koment për zotin Rama, si e shikon përballë kësaj proteste, Alesia? Atëherë ka shumë momenti më i bukur Arbër, pasi zoti Rama u ndjen tek plot fuqishëm, i paprekshëm me 83 mandate. 83 plus 3. Plus 3. 86 me gjitha latin e tij, PSD. Po thoja për mandatet reale të Partisë Socialiste. Në momentin që ai u ndjente më i sigurt, më i paprekshëm, ishte pikërisht atëherë kur populli doli, ai tha zotëri, ne të kemi vënë në kryeministri për të na shërbyer. Ne të kemi zgjedhur që të na shërbesh, se ti je shërbëtori jon. Këtë funksion ke. Jo ti je arrogant me popullin tënd. Dhe pa diskutim aty ai ndjeu frikën Arbër dhe filloi dialogun. Donte dialogun. Pa diskutim që populli nuk do pranonte. Nuk do pranonte sepse arroganca e pushtetit, vjedhjet, keqëverisja dhe shumë gjëra ndikonin që pa diskutim protestuesit të dilnin dhe të merrnin dorë fatin e opozitës. Pasi PD nuk ka kapacitete ta thrasë një protestë tillë. Pasi kam humbur besueshmëria që kur e drejton Sali Berisha. Dhe populli ishte në këmbë. Rama u ndje më i friksuar se kur, pasi kjo protest ishte një ndër më të mëdha në këto 35 vite, ishte zëri real i qytetarëve, zëri real i problemeve, nuk ishte dhuna e Saliut. Aty vinin njerëz me fëmijë, por flas për ditët e para, një ka qenë një protestë mrekullueshme. Një protestë e cila nuk arriti ta shuante dhe nuk arriti t'u kapte nga palët. Kështu që në këtë kontekst unë e pash të friksuar zotin Rama, sa që arriti t'u merrte me organizator, duke i bulizuar një personazh i cili është i parifondit. Kështu që ai shumë e ndjeu frikën e protestës, sepse protesta në thelb donte ndrimin e kasës vjetër, kapte probleme reale, disa nga ato ai dhe i pranoi. Por nga ana tjetër kishte fatin e mirë që brenda asaj proteste ishte dhe slogani Berisha Hamburg dhe aty ndjente sigurinë e mungesës alternativës nga ana tjetër. Dhe është pikërisht kjo alternativë e cila duhet vi për gjithë shqiptarët. Dhe kjo është çështje shkon përtej Partisë Demokratike.
Kur thua alternativë për të PD-s, pra një formacion i ri politik, mendon që mund të dali nga protesta? Kjo është një tezë, edhe unë e kam. Po mendoj që e djatha do vi pas kësaj. Këtë e kam bindjen personale, por një djathë reale. Jo e djatha e komunistit Sali Enver Berisha. Një djathë reale, një djathë e pakapur, një djathë konservatore, një djathë e cila pa diskutim do ketë program qytetar dhe jo marrë lejet e ndërtimit dhe kullat siç i fiton i biri i Berishës me prestanome ndryshme. Pse fiton kulla? Po patjetër. Edhe ai këshill dije që votua që djali i Berishës të fitoj kullën tjetër për ndërtesë. E ka denoncuar zoti Saliani.